Numri I punëtorëve fatkeqësisht është ngritur më shumë se që e thot rregullorja e trafikut urban. Më shumë se që ka nevojë I punëtorëve? Me të vërtetë nuk është vlerë e lartë, 100 euro. Numri I punëtorëve fatkeqësisht është ngritur më shumë se që e thot rregullorja e trafikut urban. Më shumë se që ka nevojë? Më shumë se që ka nevojë. Pse e them? Mos keni kërkuar pak, ndoshta prandaj Mos keni kërkuar numër të punëtorëve, shajp. Se diçka s'po korrespondon. Është fatkeqësisht për të shpreh pak kënaqësinë e mbi punësimit. Po vërtet ka ndodhur, është duke ndodhur. Pse? Në ato rregulloret e brendshme të ndërmarrjes nuk kam qasje. Unë si krye sindikalist, në punësime kotadione, në marrëveshje të ndryshme, mirë po, çka mund të them... Sepse ndërmarrje në përgjithësi, do të thënë është kjo çështje që diskutohet, numri I madh I punëtorëve? Çka mund të them se pas një marrëveshje që ndërmarrja trafiku urban ka pas edhe e ka me Berghin, Berghi ju ka treguar qartë që mbi punësimin në ndërmarrjen publike është I tepërt. Sipas rregullore së Berghit, të cilën ju ka drejtuar trafikut urban, është që një autobus I mban 5 deri në 7 punëtorë. Kush përfshihet aty? Duke përfshi shoferi, kondukteri, mekaniku që I rregullon defektet, pastruesi edhe administrata. Pse ka dhe më shumë të tjerë që janë përfshirë në një autobus, se sa këta? Tash numri I punëtorëve aktualisht në ndërmarrje varion dikon rreth 500. Sa autobus I keni? Ne kemi 51 autobus. Do me thënë 10... Llogari shumë e thjeshtë. 10 në 1 I bie. 10 në 1.